Muhammedi a.s. Njëherë në Mekke, atëherë kur ishin 30 besimtarë, atëherë kur ishin 20 njerëz besimtarë për 12 vjet, 10 vjet, 13 vjet ku. A njëherë ishte në rrugë në Mekke për në shtëpi. Pa një plak aty, me disa sende në dorë. Me siguri, pa thonë tash, kjo gruaja ka naldi me blen diçka. Titër, më ne dhonë në dorë, të shku për shtëpi. I tha asaj plakës, a ka mundësi që të ndihmoj me i bajt këto? Tha plaka, po ka mundësi, tha. Ka mundësi i faleminderu, kështu tha. Edhe ka mundësi edhe i faleminderu. I mori Muhammedi a.s. ato teshët ka së. I bajti për skaj sa të asaj dej me një vend, ajo tha nalu biro. Kështu i tha. Ajo ishte plakë, tha nalu. Tha këtu e kam dhere. Kështu i thati, kjo a dhere e. I shtoja i ndo ka të tha, orbir, tha, në gjëmë. Po të pis një sen, tha, po të më tregosh drejt. Tha të tregoj drejt, në me. A këtë në gju, tha, për një gjallë ti, këtu në Mekke, Muhammed emnin. Tha, po, tha, kam në gju. Tha, shqyqa biro, tha, po të mësoj. Nëse bjerë në tanë, a i bjerë në tije, të largohesh prej ati sa ma largë. Sepse aje shkatraj Mekkën e boni katastrofë. Tha për nga meri jonë asaj nanës, tha, qka po banaj? Dhe qka po banaj Mekke qaq keqë? Tha, aj po e darë nanën prej gjallit. Aj po e darë pastaj burin prej grus, edhe vlaun prej vlaut për darë. Tha, qish po e darë aj? Ka darë, tha, me një fe, me një din, po thirë, e pastaj këto të rritë po i shkojnë mrapa ati. Kur po i shkojnë këto mrapa, pe arrojnë në babër mas pes ati. Si të bish në tanë, të zber preth aja ati, tha, me pravokullë tije, se qenë ke shumë gjali mirë. Tha, ojnë rëjnë, a të tregoj një sen, tha, urdo, tha, unë jam bajt Muhammedi, që po i darë në gjallin prej nanës, tha, unë jam bajt. Tha, plak, orë bjerë. A jeti sigur që e aj? Tha, po unë jam, tha Muhammed. Tha, më dëgjam. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Tha, unë besoj prej këti momenti, se ti je i Allahu është një, dhe ti je i dërguar i ati, sepse unë të 70 vite që i kam, këto sërme s'mi ka bajt kur kush ndorë dhe njësë. Hala asë një person dhe i tash së më ka thanë bebi këto t'i bajë. Këta e më vetëm ti, edhe ata që vinë mas teje, njëndër njerëzit që vinë mas teje prej sënja mundë. Ajo ka kalu në islam në Mekke. Të ndëruar. Këtë rast që i kam shpjegu tash në fund, për mësusin e njerëzijës. A i sikur këto çantat, sikur këto rraqët që ja ka bajt kësaj plakës. A i kështu e ka bajt këtë umetin me vete, edhe derdhët në bisupën e ati të gjunat e kjo umeti. Edhe tash, gje, edhe nesër, edhe ditën e kiameti. Ka thënë ai me një hadis, çka ka pejgamber të Allahu xhallal xhelalu prej Ademi deri te Isa alayhis salam. Kejve Allahu ju ka thënë, lipni një sen të veçantë do plotësoj, ka thënë, e kanë lip, ja ka plotësu Allahu xhallal xhelalu. Këtë në Kur'an janë 30 me doljar si kemi kohë ja shpjegoj. Çka kanë lip ata, kanë një sen të veçantë dhe jo ka plotësu Allahu xhallal xhelalu. I kanë thënë, ja Muhammed, ti ja ka thënë Allahu lip diçka ti e ke lipa të veçantë, ka thënë po. Allahu ka thënë, ja Muhammed, sel tohta, lip të jap, i kam thënë ditën e gjikimit të lipi ma jap, jësën. Shka dhe të lipër ditën e gjikimit? Dhe të lipi me ma falur me. Unë ditën e gjikimit dhe të i thom ati, të mi falë njerëzit. Njerëzit e mi, të a falë atyre gabimet. Ti nëzjerë ata mas meje për gjennet me gjunaje të fshin. Ka thënë, këtë kërkes e kam vënu, këtë pejgamberët e kanë ofru, unë këtë kërkes e kam vënu, e kam lënë për nesër. Ka arë njëri prej shokëve të ati gjalliri ka qenë ki,
edhe kja është hadisi I fundit për gjumën e sotit, I ka thënë ja Rasulullah, kur po fleje unë natën në shtëpinë time, deri në mëngjes, unë po përballohem për ti. Po mërë malli me të parë mëngjes, nata s'po del. Ka thënë kja është punë e mirë në rregull. Ka thënë po ditën e gjykimit, kur të dalim para Allah, atëherë në atë kallaballëk, në atë tabor të madh të njerëzisë prej Ademit deri në fund, unë ku gjaj ti e ka thënë. Unë po kam dëshirë që kur të dalë atë ditë të shoh ti më njëherë, ku të gjaj ti në atë numër të madh të njerëzve. Ka thënë pejgamberi jonë e ke let në mëngjes mua ka thënë. E ke let në mëngjes në atë ditë. Ka thënë ku të gjaj? Ka thënë utlubni inda al-hawd. Ati ka një burim ujë me pi për njerëzit në ditën e gjykimit. Ka thënë ummeti tem I japur me dorën teme me pi. Ati lipëm se ati jam unë. Ka thënë ki quni, po së të gjeta ati ja Rasulullah. Kështu ka thënë ki gjali. Po së të gjeta ati, ka thënë lipëm indel mizan. Ati ku ummeti tem ju matën punët, ati lipëm. Sepse unë rri ati ndoshta me I frinja sa janës pak, ka se vapët. Ka thënë, po nuk të gjeta ja Muhammed, ja Rasulullah, po nuk të gjeta ati ku peshorë punët. Ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubni inda sirat. Ka thënë lipëm të fillimi I urës me Gjehennem, ati jam unë. Ka që interesuar për takimin me të dashur në kiquni, ka thënë ja Rasulullah, ura I ka djeran. Se cila ur I ka djeran. Ka që halë dënë ki? Ki dënë me u taku me të dashurin. Ka thënë, në cëllënam të urës je ti. Ka thënë, unë jam ka në maj. Kështu ka thënë ki dashurin jo. Ka thënë, unë jam ka në maj të urës. Ka thënë e gjallë ja Rasulullah, kush është në në gjallë? Ka në gjallë, ka thënë Ibrahim a.s. jashtë ndej. Ka thënë, cëllë jeni ma I dashur të Allah, ma I ngritur. Ka thënë, unë më siguri. Po ka thënë, pse a I nanën e gjallë pra, ti nanën e maj. Ka thënë, ka ai kaloj ato që I kanë punë të rregull. Ka unë kaloj ato që I kanë pak punë të përzive. I marrën ata. Allahu më falë, mua ka thënë për ato që kalojnë, ka unë se I kanë punë të përzive. Ka ai kalojnë ato që I kanë punë të rregull. O Zoti I madh, bani xhuman ka vullë. Dhe prano Ramazanit. Në ndihmon në drejtimin e fëmijëve tanë në rrugë. Në ndihmon Zot në ndërtimin e rinijës tonë, sipas asaj që ti ke urdhëruar dhe ka shpjeguar I dashuri sallallahu alaihi wasallam. Ne ban neve të mundër që I gratë tona të kenë kujdesin e mbulesës. Ata të kenë kujdesin e mbrojtjes së namazit. Qikat tona të kenë kujdesin e veshmbatjes në mundësa që ato të na kuptojnë me fjalën e parë që të vishën si një.